Më do të zove, se ti tani për Amerikën të vret në njerë. Merë pushkën, preqit dhe të bje. Unë nuk jam pro-Amerikan me kurdisi. Me kurdisi, sigurisht në kurdisi. Jam me kurdisi. Sigurisht jo. Po që të bje në njerë për... Jam me arsye. Me arsye. Me arsye. Tani, se krijohet pa konfuzion me termët që përdoren, po bje rendi i botëror, një lloj analizash katastrofiste, duke u nis nga gjëra akoma të vogla. Të marrim nga e parë, ideja bordit paqes është një ide e cila është bërë një direktivë e vetë Kombeve të Bashkuara. Do të thënë, paraqiti një rezolut Shtetet Bashkuara të Amerikës, një rezolut me 20 pika për paqen e Gaza dhe për rindërtimin e Gazës, e miratoi OKB-ja dhe u autorizua krijimi i një bordi paqe për këtë. Pra, bordi paqes për të finalizuar marrëveshjen e paqes midis Hamasit dhe Izraelit me përfshirjen e disa vendeve arabe dhe për të kaluar në një epokë të re, domethënë të kapërcimit një herë për gjithmonë të konfliktit nga më të vjetër që ka sot. Dokumenti nuk e përmend fare të drejtën e Palestinës për vetëvendosje, se ky është dallimi i madh me qendrimin e OKB-s. Një minutë për mos u ngusë. Jo, thjesht. Tani çka ka ndodhur? Pra bordi i paqes ka lind mbi këtë në bazë. Në tekstin ose në programin që ka paraqit Trumpit bashkëpunëtorët e tij, megjithëse në retorikën e përditshme, në mënyrën e PR-in e përditshëm që bëjnë për bordin, ata fokusohen prapë tek Gaza, tek rindërtimi, tek resortet e kudiun, aty nuk përmendet, lihet pa përmend, lihet e nënkuptuar dhe pak a shumë bordi jep me kuptuar që e shtrin, si më thënë atë veprimtarinë e vet, rrezën e vetë veprimit të shumë çështje tjera, për të cilave mjaft për tyre nuk edhe emërtohen. Dhe kjo ka krijuar shumë dyshime, ka krijuar shumë skepticizëm. Por unë mendoj që ky bordi është një tentacion i Trumpit. Natyra e tij është e tillë që ai është një politikan i cili duket, si më thënë, nuk e mban as shtrati i Amerikës, është i paparashikueshëm shpesh herë, është thënë edhe gjithë e pranojnë, është kështu, është edhe megaloman, po themi tamam, se s'doja me përdor këtë fjalë, po duket se në shumë gjëra që thot ka një megalomani që buron nga jeta e tij, nga pasuria e tij etj. Dhe kërkon ta transfuzojë edhe në politikë, domethënë këtë çastin që ka pas në jetën e tij si politikan i imobiliarëve. Tani pra është një tentacion i cili për mendimin tim nuk do ketë sukses ashtu siç lexohet, sepse leximi se kjo po vjen ose një nisëm për të rrëzuar OKB-n ose për të zhbërë OKB-n, ky është një lexim, askund nuk gjendet as në tekstin e Trumpit. E para, e dyta. Vetë Trump në Davos i është referuar sërish OKB-s. Tha që dhe mund të zënësoj. Pra, e citojmë. Duhet të them këtë gjë që mund të zënësojmë ta. Pra është një tentacion, jo, nuk mund të zënë, është një tentacion deri ku shkon, se e ka stil Trumpja, që i hedhi herë në qoftë e hanë presionin, shantazhin, kërcënimin, si me tarifat. Domethënë, ai avancon, në qoftë se gjen pengesë, ai është racional, edhe ai ka kuptuar dhe po kupton, dhe duket unë jam i bindur që tani preshti je për bordin e paqes. Bordi i paqes, Shqipëria tani, Ti moti si mendon tani, si një intelektual, një zë i rëndësishëm në këtë vend, në pjesën dërmuese të jetës tënde, ç'mendon ti që vrapojmë ne në këtë bord? Nuk mund ta refuzonte. Nuk i shkon as Shqipërisë, as Kosovës. Nuk ka sens. Shqipëria nuk ka pse lexon mes rreshtave, ajo mund të lexojë, por nuk ka edhe, domethënë, peshën politike dhe në arenën europiane me lexu mes rreshtave siç e kanë lexuar fuqitë mesme ose jo fort mesme të Bashkimit Evropian. Shqipëria këtu është tjetër gjë se Rama i bën një PR më të madh se sa meriton ky akt, dhe Rama e bën sepse ka qenë 10 muaj në embargo amerikane dhe i ka ardhur si një dhuratë nga qielli kjo, e duket sikur ka qenë një rrethim të madh që lidhej me një lloj
mungesë kontakti me zyrtarët amerikanë, me administratën e re, që kurse ka ardhur. Pra, PR-i që bën Rama e te i kalon rëndësinë e bordit, du të them. Por Shqipëria nuk mund të mos e pranoj, se Shqipëria po të mos ftohej do ishte lajmi keq. Ti pranon të gjitha më precedent në Bashkimin Evropian dhe këtu. Jo, mirë, do vite pyet. Do me thënë çdo gjë që të bëhet ne do ta pranojmë. Jo, po s'ke ku vjen se do flasin Kinën e pranojmë. Se do flasin të gjithë, do hyjnë të gjithë. Ta pranuam sulmin e Irak apo jo? Ka Shqipërisë nuk i shkon. Ki të mos i pranoj çdo gjë. Mos e pranoje, ti aty ta shoh si do shkojë. Ta shoh si do shkojë. Së deri tani gjithë këto që dhe pastaj po shkoj mirë del thoj. Po them, nuk i shkon. Edhe as Kosovës nuk i shkon. Se po ta refuzonte do ishte një skandal për mendimin tim, se s'ka arsye të ta shohim, ka një nismë partneri strategjik, hajde hym ta shohim që është. Po e them edhe një herë që PR-i që ka bërë Rama e ka kriju këtë diskutimin. E fundi që do them para se të shtrosh pyetje të tjera, ka të bëjë me këtë idenë se kjo nisëm po prish rendin e ri botëror. Kjo është shumë e egzageruar. Nuk ka asnjë bazë. Ai mund të dojë, por Trump, presidenti i Amerikës, duhet prish një herë rendin në Amerikë me prish rendin botëror. Ja, për shembull, Irena Beqiri. Nuk e arrin dot kurrë. Irena Beqiri më shkon a mund të prishet thotë mos merri flamuri. Nuk mund të prishet. Rendi botëror. Mos merri flamuri thotë. Sot rendi botëror, bota sot është multipolare. Çfarë rendi botëror do ta bëjë unipolare, s'bëhet dot, nuk e bën dot. Kjo është, nuk e di çfarë ide është kjo, nuk e di. Ai do ik pa e kuptuar çfarë bëri. Është një lexim, Ylli, është një lexim. Dakor. Dhe po bie rendi liberal. Rendi liberal është rendi liberal demokratik, është rendi i natyrshëm. MAGA në Amerikë, ato think tanket e MAGAs, ato ideologët e MAGAs. Ato pas baton ai. Kanë prodhuar paper edhe më absurde edhe më çuditshme se sa që por ato janë paper, ato janë idetë e MAGAs. Sa po e tha Gjinishi, tha që sondazhet në Amerikë, do të thënë ato sondazhet se Amerika vend demokratik, sondazhet janë gjyle në këmbët e çdo presidenti që gjyle që e pengojnë, do të thënë, e bëjnë të vuaj. Dhe kur shikon ai që mund kanë ndra pollët, po vinë zgjedhjet. Pra, duhet të them që rendi liberal duhet bjerë në Amerikë pa të bjerë gjithë botën. Se këtu bëjmë paralele me Hitler. Hitleri mori Gjermaninë pa ju imponu botës. Kurse këtu, që ka marrë? Trumpi është në pushtet, me vota, ka fitu vota, do shkojnë zgjedhjet e mesme, vinë zgjedhjet e altë. Dhe Hitleri me vota erdhi. Shumë e zgjeruar, ja një minut. Është zgjeruar, po duhet të them që ka autor, ka vizione, ka autor një orë që thonë, kjo është bota që bëri Amerika, mundet, por kjo sistemi vjen nga Evropa, vjen nga Britania, vjen nga... Po, Evropa, që duhet Evropën kjo? Evropa është tregu me... Evropa ka 500 milion banorë, me ka janë 3... Po pra, kjo nuk e di. Donald Trumpi nuk e di që Evropa është edukuar. Ka treguar edukat Evropa, nuk do që të prishtë për Amerikën. Stop këtu dhe të hymë pastaj në detajet tjera, që të mos mbetemi... Edhe e fundit. Të mos mbetemi si... Pse po se po e bën si filozofi? Jo, nuk është për Evropa, një gjest bani, vetëm një, s'ka dash prishtë me. Dhe për Irlandën u bën blog e i thonë, shku në Irlandë me forca, thanë që se bën këte prishit NATO-ja edhe ndaluan. Jo Irlandën, e the si Trumpit e ti. Islanda tha i 14 vjetër. Islanda është loj fjallë, se ai blok... Po loj fjallë Shqipëria, Armenia. Njeri që s'dja zje pra. Njeri që s'dja zje. Groenlanda. Po e ndalun apo? Po. A e ndalun? Po nuk e ndalun, më rëpun. Po nesër do të rasprapa i më.